që ishte në mbledhjen e G20-s në Afrikën e Jugut, aty tha që do të flas nesër, pra bëhet fjalë për ditën e djeshme, do të flasim me zotin Putin për këtë zgjedhur krizën pra mes Ukrainës dhe aty, dhe në prononcime zyrtare të presidencës u shprehen që këto kanë qenë normalisht që janë folur qoftë edhe për Gazan, qoftë edhe për luftën, domethënë atje edhe për plan paqen e 28 pikëve, por ajo që është theksuar në prononcime zyrtare të sarajit presidencial të zotit Erdogan thuhet që kërkohet pra nga presidenti Erdogan, ndoshta edhe nga që ishte në Afrikën e Jugut, që të kemi një marrëveshje përsëri të drithave, ku dihet që Ukraina dhe Rusia janë një ndër prodhimtarët më të mëdhenj në botë, ku dhe në Afrikë, domethënë që tashmë, sidomos vitet e fundit, ka edhe probleme të urisë, pra të drithave, të grurit, të misrit, ato pritet që të kenë një marrëveshje për të zgjatur apo për të ribërë përsëri marrëveshjen e drithave Ukrainës dhe Rusisë për të shkuar në Afrikë, por gjithsesi nuk kemi prononcime zyrtare krejt efikase që kjo është, por nga një anë tjetër duhet paraqitet që Turqia është pak si të themi, domethënë jo e kënaqur me këtë që po bëhen mes Amerikës dhe Rusisë, ku Bashkimi Evropian, shumë shtetet e Bashkimit Evropian janë në këtë tavolinë për 28 pikat e plan paqes, por Turqia nuk është ftuar në asnjë anë dhe me këtë Turqia është pak domethënë mund ta quajnë veten si të menjanuar, sepse ka qenë vetëm shtet i NATO-s që ka arritur që në muajt e parë të kësaj lufte të ulën në tavolinë qoftë në Stamboll, po edhe në Antalya ministrit e punëve të jashtëm të Ukrainës dhe të Rusisë, por gjithsesi asnjë plan nuk arriti përveç disa marrëveshjeve të herpashershme, ku edhe këtë vit janë bërë 2 marrëveshje të tjera për ndrimin e pengje dhe gjërat e vogla mes këtyre shteteve, pavarësisht se marrëdhëniet janë shumë të mira mes Ankaras dhe Moskës, apo edhe vetë mes zotit Erdogan dhe zotit Putin, gjithsesi telefonatat janë një shkëmbim diplomatik ku me të vërtetë Turqia, qoftë nga ana e Moskës, por edhe nga ana e Kievit, duket sikur është një, si të themi, një komshi i besueshëm. E qartë, Sokol, nga ana tjetër plani parashikon që zgjerimi i NATO-s në lindje të ndalet, çka në fakt kjo i jep Moskës edhe kërkesën e saj strategjike pra kryesore prej 20 vitesh. E sheh këtë vërtet si një precedent rrezikshëm që mund t'i inkurajojë dhe fushit revizioniste të kërkojnë lëshime territoriale dhe politik nëpërmjet forcës? Në fakt, kolegët tani i bën pyetje edhe zotit Rubio kur ishin në Gjenevë për që u fliqën këtë plan paqe dhe i thanë me të vërtetë që ky është plani i zotit Putin, pra nuk është asnjë gjë e Amerikës apo edhe asnjë gjë e Europës dhe ma e Ukrainës po në këtë pikë plan, edhe pse ka mendime të ndryshme, ndoshta pse nuk i njohim në pikat e 28 pikave, gjithsesi ky plan është një fitore e madhe për Moskën, pra edhe për vetë zotin Putin, por duhet të thënë kjo që marrëveshjet e Trumpit lënë shumë për të dëshiruar, sepse tashmë kemi gati u bën 11 muaj që zotin Trump është në qeveri dhe atë çfarë thot dje nuk e thot sot, atë çfarë thot sot nuk e thot nesër, por gjithsesi duhet parë edhe nga ana e Pentagonit këtë lloj marrëveshje, sepse ato kanë një plan afalgjat dhe ne ndoshta duke u fokusuar në aktualitetin apo në humbjen e njerëzve apo në që Rusia vazhdon të heci çdo ditë më shumë, domethënë në territorin e Ukrainës, ndoshta duhet parë pak më gjerë, sepse Rusia, sidomos pas luftës së dytë botërore, në të gjitha fazat e saj, qoftë në 56-ën, qoftë në 90-ën, qoftë në 2000, në 2000 e mrapa, Serbi, më falni, ish Bashkimi Sovjetik, por edhe Rusia soqëm, por edhe Putini i soqëm, kanë ardhur duke u tkurrur, pra kanë ardhur duke u humbur, sepse në njëjtën kohë edhe pse ata po vazhdojnë të hecin në disa rajone të Ukrainës, gjithsesi në anën ndërkombëtar apo në interland në Rusi mund ta quajmë ish republikat e Bashkimit Sovjetik, tashmë për të thuar se shumicën prej tyre kanë kaluar në umbredhën e Amerikës, ku dihet shumë mirë që herën e fundit edhe këtë muaj Kazakistani që është një pikë shumë kryesore dhe është vendi ku shumë domethënës për Moskën, qoftë nga ana e nukleare, qoftë nga ana e
armëve nukleare, bërthamore, gjithashtu tashmë ka kaluar në krah të Amerikës, po ashtu edhe Azerbajxhani dhe Armenia që kanë një korridor me miliarda euro të bërë nga Rusia, tashmë ka bler Amerika për 99 vite, po ashtu edhe me Turkmenistanin, por kjo Rusia duke u fokusuar tek një copë tokë, mund ta quajmë në Ukrainë, përsëri po humb shumë gjëra sepse marrëveshja për pas luftës është bërë mes Amerikës, mes Washingtonit dhe Kievit për mineralet e rralla që janë atje dhe çfarë po fiton Rusia këto, kjo luftë totalisht dhe sido që të zgjasë kjo dhe sado që të zgjasë kjo dhe çfarë do plani që të jetë. Kjo tregon xhandarmerinë e fortë që Amerika me të vërtetë ka arritur ta mbajë dhe përsëri do ta mbajë shumë gjatë dhe Moska çdo ditë më shumë edhe pse duket si një fitore apo duket që po i vën prej, domethënë bashkimet evropian apo edhe NATO-s, duket që nuk ka një strategji të duhur të saj, po ndoshta edhe vetëm nga historia e tyre që vazhdimisht në të kurrë si Moskë, do të jetë edhe kjo ndoshta ajo që do ta tregojnë ne, por me NATO-ja besoj që nuk do ta pranojë, domethënë antarët e tjerë të NATO-s, por Amerikës nuk do të jetë shumë e lehtë ta pranojnë këtë planin dhe mos zgjerimin e NATO-s, sepse për një shtet apo edhe për shtete dhe për unione siç është Bashkimi Evropian, pika kryesore është e mbrojtjes. Sokol, nga ana tjetër, njoja e Krimes, Donetskut dhe Luhanskut si territor rus nga SBA-ja do të ishte pika sigurisht më tronditse e çdo marrëveshje të mundshme dhe nëse Washingtoni i njeh këto territore pra Rusis, a deklarohet de facto fundi i rendit ndërkombëtar? Sigurisht gjithë kjo bazuar në rregulla. Po, në fakt fundi i rendit ndërkombëtar ka filluar apo ka mbaruar apo ka filluar një rend tjetër ndërkombëtar, kjo në vërtetë që edhe nëse debatojmë vazhdimisht me kolegët tanë, por duket që i zoti i rendit ndërkombëtar është Amerika, dhe nëse e shoh për shembull ditën e dieshme çfarë po bën Venezuela, ku vuri $50 milion në mos gaboj për kokën e presidentit të Venezuelës, po ashtu edhe në lindjen e mesme, po ashtu edhe në Iran, po ashtu edhe në Europë, ku erdhi në Europë dhe për samitin e NATO-s në qershorin që kaluam, ku e gjithë Europa e tha që ti je baba jonë, pra ti duhet sjellësh si një baba i mirë dhe jo si një baba i egër. Pra këtu rendin ndërkombëtar me vërtetë sepse kemi 500 kryesorë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, këtu tregon e prioritetin të pa përpjestuar të Amerikës, ku në fakt edhe për më falni, dhe atë vendimi që doli për gazën, pra atje vetë Amerika vendosi, edhe pse Rusia dhe Kina abstinuan, pra nuk thanë as po as jo, pra ishin në gjithsesi rendi i botëror që mund të zgjasë ndoshta edhe të paktën me dekada me radhë, është totalisht në duart e Amerikës dhe kjo do ta shohim nga ana makro të politikave të Washingtonit, edhe pse ne themi që kemi një Trumpi bën ç'të doj, por e shohim nga vetë përbojat politike të shteteve tona, pra të Shqipërisë apo të Turqisë apo të vendeve të tjera, ku me vërtet një lider bën çfarë të do, kurse Amerika ka një sistem krejt të ndryshëm, ku dita rigjeneroj veten e vetë dhe ditë të jetë e prër i botës, sepse si jetë ka mbi 18.000 baza ushtarake në gjithë botën, pra të gjitha këto nuk janë krejt